Fëmijë do të ketë vend në qerdhe, çdo shkollë shuj deri në klasë të 5, sigurimi i utopishëm për çdo familje. Grante për gratë, startup biznes 3 deri në 5.000 euro. Faleminderit shumë, përshëndetje për ju dhe gjithë shiqus tuaj. Edhe ne kemi realizuar një program, të cilin e kemi mbështetur në 5 shtylla, fillimisht Komunë e Barazisë dhe familjes. Theksi është në shërbim për çdo qytetar, veçanërisht për fëmijët dhe familjet. Çdo fëmijë do të ketë vend në qerdhe, çdo shkollë shuj deri në klasë të 5, çdo nxënës udhëtim falas nga 1 deri në 12, sigurimi i utopishëm për çdo familje. Komunë e zhvillimit dhe turizmit, krijimi i një ndërmarrje multifunksionale që rigjeneron të ardhurat dhe punësim. Përmirësimi i sistemit të ujitjes së toka bujqësore, grante për gratë, startup biznes 3 deri në 5.000 euro. Asfaltimi i rrugës nga livadet e Istogut deri te Gurat e Bardha dhe Uq Vojdull, lidhja me rrugë infrastrukturore miqësore me mjedisin nga bjeshkët e Moknës te Lugu i But, bujtina për fermerët rezident gjatë gjithë verës për zhvillimin e turizmit malor, qendër inovative rinore ku mbahen kurse pa pagesë si në programim dizajn grafik, gjuhë e huaja e tjerë. Komunë dinamike me mobilitet. Qendra multifunksionale sportive me pishinë gjysmë olimpike me salla për sporte të ndryshme, ping-pong, judo, karate e tjerë, ndërtimi i fushave profesionale të tenisit, si dhe sjellja e turneve europian në vendin tonë, ndriçimi dhe mbulimi i stadiumit Demush Mavraj, minibuset elektrik për lidhje fshat-qytet që ta lehtësojnë jetën e qytetarëve të mbivades fillimisht, e pastaj edhe vendeve tjera, ashensor për banesa publike, rehabilitimi i parkut Studenic shtetitore në Ulse dhe Shtek Vrapimi. Komunës së ardhmes dhe sigurisë, rishikimi urgjent i zonës urbanistike dhe ndalimi i ndërtimit të objekteve afër burimit të Istogut. Një aspekt tjetër që lidhet me sigurinë është ndriçimi i çdo lagje, trotuara nëpër fshatra me prioritet rrugët e nxënësve drejt shkollave, përkraje për rritjen e kapacitetit të gjithë fiksëve, po ashtu krijimi i strehimores për qendë ndacak. Vendosja e semaforëve në kryqëzime kritike janë masë konkrete për rritjen e sigurisë, po ashtu pas përfundimit të QKMF-s. Faleminderit.